katastrofë, zi që a bojnë gjinja, pas nëse dalin e blenë ka i kanape virën. Ma mirë më vrasë me çmime më marrë vesh. Na me kushte mesatare, me standard mesatar, e shtym dyqysh. Kurse se s'po mune mja dalë, po. Për shtym dhe dikur, dhe inshallah bëhet mirë, pëjtët ma mirë. Mja dalë me 120 euro. Ma zi so, shumë shtirë, po s'ken që me bo, ma të s'ken që me bo. Shteti është i bu këtu sene. Hajnat, ma shkurt. Shamëll dimon e kem tash 2 herë, të 2 herë gjysë shumë kilogramin, avokado 6 herë, për totalli 1,70, mulla është 1 herë gjysë. Rryma është shtrejtuar, po ashtu po pritet që edhe produktet të shtrejtohen. E pikërisht për këtë kam ardhur tek tregu dhe për t'i parë sa po variojnë çmimet. Domotën e kem 1 herë gjysë kilogramin, ka rëmje çmime, trongujt janë 1 herë, çashtu lofra çashtu, është më lirë, çeperi çashtu. Do thonë, pemt janë pak më shtrejtë se është sezona verës edhe i kem të importit, nuk i kem të Kosovës. Përse tash vjen pak më shtrejtë. Shamëll dimon e kem tash 2 herë, të 2 herë gjysë kilogramin, avokado 6 herë, për totalli 1,70, mulla është 1 herë gjysë, dardha është 2 gjysë. Janë si vinë pejs jashtit, për që ta është vjen pak ma shtrejt. E kive? Edhe kive është ka ngritje çmimi, do më thonë se nuk ka sezon. A për veç do të me mojë si artikull. Po për shembull këta specat e kungulleshat. E specat kanë rëmje çmime. Kanë shkutin 7 kg, sa është 2 herë gjysë specat më të mira kemi. 2 herë gjysë më shtrejti. Do më thonë në sezon e verës jemi të shku tash veç ka ditë ulje çmime, jo ngritje. Po për shembull kilogrami pasullit. Pasuli ka qenë 4 është 3 gjysë, ka rodhe pasuli. Edhe patotja që ashtu, edhe qepa e gjellës që ashtu, edhe të anakan. Dhe mon ullje që mi jo ngritje. Cili është nashta produkti ma i kërkun këtë të jo? Po ta shkojnë domote, trongujt, qepa re, salata, lakra, qëto janë që është sezon e tyne dhe e lyp vetë njeriu të shku pe vetë, o përdojrë salata ma shumë. A ka pas diçka ankesa prej konsumatorëve, do me thonë, për çmime? Po ankesa ka çdo herë. A më shoh edhe 1 herë kilograme do motës se ta bën për 80, a vetëm çdo herë ka ankesa, po mirë është, aty në kalojmina jem 3-4 vite këto. Po të janë të kënaqur ndaj jemi të kënaqur. Domthonjë çdo sen, çdo produkt shitet në sezon, edhe është çmimi më i arsyeshëm. Domthonjë që edhe shalqini mund më thonë tash është mund më thonë po shtrajt se hales ka sezon. Deri sot del vendit tonë. Çatëherë ngimin në to amur se është çmimi për të këtë shkëni. Po thash që varet edhe pej kushteve që shikon njeri. Na me kushte mesatare, me standard mesatar, e shtym dyqysh. Po, ai që se ka kushtet e ka shumë problem. Për me ushqy familjen, probleme ka. Po na bin, ja, Për s'ki qa me folë, se t'ja përse për çdo ditë të çmimet po shkojnë. Por rritën njerëzijat pa punë, pa dikush kush ka mundet me dalë, kush nuk ka pak ma vështirë. Veç kundrej qeverie që kemë të punue, shumë mirë o punë. Për njerë këtu në Kosovë, si pas të rogëve që i kina, talën personale, jënë pak shtrejt. Jënë pak shtrejt se dikush punon, dikush s'punon, kur të krahasojsh me ata që punojnë, me këta që s'punojnë, shumë shtrejt. Po përbalemi, po duhet me shty dyqysh, jeta vazhdon, jo. Sidomos këshyet rryma, uji, dhe këtu, kur t'i vje funi, nana smut, barnat ato, kurse si s'po mune mja dalë, po. Për shtym dhe dikur, dhe inshallah bëhet mirë, pëjtët ma mirë. Me një rogë vogël, 400 euro, së më bëhë kur gjë. Për inshallah, përmirësohet, diçka bëhet ma mirë. Çmimin e produkteve, shtrejta janë bërë, po nuk kanë gjore, s'kanë ka me rogë, ta vetë nuk përdojnë këtu. I bijnë pej Turkije, pej Greqie, ka duhet me shita, për të që kanë levërdin. Nuk mund me caktu çmimin këta vetë. Nëse merë pej bashkë, mund me caktu çmimin. Po kur vjen pej Greqie, pej Turkije, duhet me përvu, është apë në shpenzimet janë, s'kanë qazë shtrejt janë. Shumë shtrejt, 2 kila, 1 evre gjysë, 1 kilo lakë janë shumë shtrejt. Shtrejt asat dushin, po nuk kanë ka i bien, se ta nuk e kanë pej bashkë. Me konë pej bashkë është sa dush, kur të përlesh vetë. A kur të blesh, dikun të blesh me fituar. Edhe nuk ka të tërë.
Mja dalë me 120 euro, ma zi shumë shtirë, po s'ken që me bo, ma të s'ken që bo. Shumë ketë, rrugat s'ka, rrugat s'ken, rrima u shkuë për të belojë, sa për dojnë të më honë këta, kërkun, se s'kemi shtetë. Kjo qeveria për nëja ka një shku me tëna e sapër. Pa e rritë rrugat, tash rritët për parë të botë buka 70 në shta. Këtë kanë më rritë se me rrimë punëhet, ata ma e nuk punëhet, asë buka s'për gjohë. Si të lunë rrymë, lunë të gjitha se kretë për rrymë në barë. Shumë shtrajta për nëja rrugat e vogla, po s'di që të bënë. Ashtë poplit dhe të vendosë. Dhe të vendosë poplit, që me bënë, se shumë nuk bënë. Shkeme u me adolë, për qysh, shumë shtrajtë. Ma mirë mu vrosë me çmime mu marrë vesh. Apo muni me ja dalë me këtu çmime? Kushtë një adel. Po, na po harnohëm dita, se për çmime nuk ka. Çmimet janë katastrofë. Se shteti është i bukë të sene. Hajnat, ma shkurt. Me konë njerës, e pja gjendjen ekonomike edhe me ekonomi. Këtu nuk është të interesu ekonomia, sa me pensionin, sa me rrogën, veç të shfrytëzojmë. Që ka që?